vjojmë të jemi në transmetim të drejt për drejt, jemi në pjesën e fundit të programit dhe sigurisht që vëmendjen do ta kalojmë pak tek situata meteorologjike për të parë edhe çfarë kanë sjellë rreshjet e shiut. Do ta nisim me Tonin Frokun, i cili do na sjell nga Korça një pasqyrim të situatës aty nëse ka patur problematika. Mirëmëngjes Tonin. Mirëmëngjes Tonin. Mirëmëngjes nga Maliqi kësaj radhe, nga fusha Maliqit të Sak. Si është situata aty, nuk e di, për momentin nuk ka rreshje apo jo? Jo, për momentin nuk ka rreshje, por ka situatë të rënduar në fushën e Maliqit. Janë afro 60 hektar të përmbytura edhe për shkak të rreshjeve të shumta që kanë rënë për gjatë 48 orëve, duke bërë atë që lumi i Debollit të ketë një fryrje tej kapacitetit normal. Dhe për këtë arsye janë 60 hektar të përmbytur kryesisht në zonën që njihet nga vendasit si zona torfike, në fshatrat Vreshtas kryesisht, por dhe Sheqeras. Edhe këtu pas shpinës time janë më shumë se janë ndofta 1500-2000 hektar të përmbytura, janë shumë afër rrugës nacionale nga Maliqi në drejtim të Toka Pogadesit. bujqësore të mbjella Tonin? Apo grenadier? Gjitha këto janë të gjitha toka bujqësore. Në juglindje të vendit për hir të vërtetës, duke qenë se janë përmer shumë punëtor nuk gjën atë 1 centimetër tokë të papunuar dhe të pambjellë. Pra, të gjitha këto toka janë toka të mbjella, por nuk mund të flasin tani për dëmë, por ajo çfarë mund ta themi me siguri, janë afro 60 hektar të përmbytura nga 13.200 hektar që është fusha Maliqit, nga fushat më të mëdha pas fushës së Myzëqes. Fusha Maliqit është fusha e dytë më e madhe në vendin tonë. Por duket se gjithçka po monitorohet nga ana e bordit e drejtorisë rajonale të bordit të kullimit, por dhe nga bordi i kullimit i bashkisë së Maliqit, me mjete, me skavator, për të bërë të mundur pra normalizimin e kësaj situate të krijuar mësë shumti nga mesdita e djeshme e në mënyrë të veçantë mëngjezin e sotëm. Situat ka edhe në segmente të rrugëve rurale kryesisht, por dhe nacionale, duhet themi se nga Maliqi në Lëzhan një segment rrugë është i bllokuar për shkak të shkarjes së dherave, por është duke u punuar për të normalizuar e për ta vënë në kontroll edhe këtë situatë të krijuar mëngjezin e sotëm. Situatë ka në fshatrat të Devollit të sipër, siç ka situatë të tillë, por të monitorueshme gjithmonë janë edhe në fshatrat të bashkisë Pogadecit, por edhe në fshatrat të bashkisë së Kolonjës. Duhet të themi me përjashtim të kësaj situate të krijuar në fushën e Maliqit, gjithçka tjetër është në kontroll nga ana e ndërmarrjes së shërbimeve të bashkive të juglindjet të vendit. Duhet të themi se janë afro 200 familje që ende nuk kanë energji elektrike për shkak të rrjetit të jetë amortizuar, të rrjetit të tensionit të ulët më së shumti, por dhe të tensionit të mesëm. Çfarë është në këtë drejtim, Tonin? Sa kohë mund të marrë, le të themi, zgjidhja e situatës? Se 200 familje pa energji elektrike janë shumë, po janë në tre bashki, në bashkinë e Devollit, në bashkinë e Maliqit dhe në bashkinë e Korçës. Janë 6 grupe pune të OSHE-s, të cilët janë duke punuar për të rikthyer energjinë elektrike. Por duket se dhe kushtet të vështira atmosferike të një dite më parë e kanë vështërsuar në maksimum punën e këtyre grupeve të punës. Por, madomenia, pas pushimit të rreshjeve të ditës së sotme, gjithçka do të normalizohet edhe për sa i përket furnizimit me energji elektrike. Ka akse me problematika ku nuk mund të kalohet, Tonin? Për sa i përket akseve nacionale, nuk ka asnjë lloj problemit, pasi firmat kontraktore janë në punë. Ajo çfarë mund të themi, janë akse të rrugëve rurale, kryesisht atyre malore, pra nëse shkojmë tek një aks nacional, është Maliq-Lozhan. Ajo që thash, në kryeterës, pra ka patur një shkarje dherash, por është duke punuar për të normalizuar dhe këto situatë. Është një rrugë që nuk lidh thjesht Maliqin me 2 njësitë administrative të Gorës dhe Mogicës, por që lidh edhe Maliqin dhe Korçën me Gramshin. Pra është një aks rrugor, sigurisht nuk ka lëvizje të shumta siç mund të jetë, bie fjala aksi nga Kapstica në Qaftan, apo në drejtim të Goricës apo të Ersekës, janë akse krejtësisht të kalueshme pa problem. Pra nuk ka pasur asnjë situatë gjatë tyre 48 orëve. Situata ka pasur, thash, edhe një herë në zonat të thella malore kryesisht, por edhe në zona rurale. Kjo është situata për sa i përket juglindjes së vendit. Faleminderit shumë, Tonin. Faleminderit, Tonin.
Falenderoj dhe ju. Ishte kjo situata në Korçë, tashmë ne do të zhvendosemi në Vlorë, sepse prej ditësh në fakt aty situata ka qenë e rënduar më shumë prej erave, por situata duket le të themi më shumë në fokusin edhe të Ministrisë së Mbrojtjes për shkak se lumi Vjosa rrezikon që të dalë nga shtrati dhe nga prurjet e shumta të orëve të fundit. Megjithatë, të gjitha detajet na jep në këtë moment Frosina Papa, e cila na bashkohet në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, Frosi. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Unë në fakt aktualisht jam në Vlorë për pas nisem për tek ura e Mifolit, por situata ka ardhur duke u vështirësuar. Kështu rreth orës 22 të mbrëmjes së mërkurë, lumi Vjosa ka rritur prurjet e tij dhe ka rritur në nivelin 7 metra e 10 centimetra, që do të thotë ka dalë tek tregu i Gjës së Gjallë, që është shumë pranë urës së Mifolit. Dhe patjetër që kjo është një situatë e vështirë dhe nëse rreshjet do të vazhdojnë me intensitet të lartë, frika është për daljen nga shtrati. Do me thënë pika nevralgjike është, do me thënë 8 metra është piku. Gjithsesi, aktualisht janë përmbytur 3 banesa që janë shumë afër urës së Mifolit dhe të tjerët janë lajmëruar, kanë marrë masa, kanë ngritur orendit shtëpiake, kanë marrë masa për ruajtjen e Gjës së Gjallë, por situata është e vështirë. Duhet thënë për hir të së vërtetës që të gjithë strukturat e emergjencave kanë qenë në urën e Mifolit dhe ka qenë që në mëngjes prefektja e Qarkut e Visallushi, më pas ka shkuar kreu i Agjencisë së Mbrojtjes Civile Akiçako, ndërsa në prag mbrëmje ka qenë atje dhe ministri i mbrojtjes Pirovëngu. Atje madje ishte krijuar dhe salla operacionale e lëvizshme e vendosur në urën e Mifolit për të monitoruar situatën. Ministri Vëngu e ka quajtur situatën në alert, por jo për të panikosur banorët, por ka kërkuar bashkëpunimin me ta në mënyrë që ta menaxhojnë sa më mirë situatën dhe në çdo moment të jenë gati dhe për evakuim. Edhe pse duhet thënë që vetë banorët janë shumë të ndjeshëm, se kur jam e ndjeshme unë në Vlorë, që jam shumë larg këtyre gjërave, atëherë ata e kanë jetike atë ekzistencën e tyre dhe problematikën e ruajtjes nga përmbytja. Kështu që dhe vetë banorët janë shumë të vetëdijshëm, shumë të ndërgjegjësuar për të pasur një bashkëpunim të tillë. Po cilat masat janë marrë? U thashë do të kishte edhe ndërhyrje me argjinatur, të paktën aty ku është dëmtuar? Po. Ajo është riparuar në kuptimin e kësaj që janë hedhur rreth 800 metër kub vera dhe kjo padyshim që është një mbrojtje e asaj pjese të dëmtuar të argjinaturës. Por njëkohësisht atje ka dhe, domethënë, gomone që janë gjithmonë në atë, nëse do të jetë ajo situata alarmante, sepse situata alarmante do të thotë që uji pastaj nuk mbahet më nëse shkon në pikën madje 7-80, pa arritur 8 metra, ai pastaj përmbyt fshatrat e Novoselës, Bishan dhe Fitore, për të mos thënë që pastaj shkon dhe deri në fshatin Novosel, në qendër. Novosela është qendra administrative. Kështu që por situata është në monitorim për hir të së vërtetës. Mirë, Frosin, faleminderit shumë për këtë raportim. Po, kishe diçka për të shtuar, më thuaj. Ashtu si dhe them që situata është alerte, sepse prurjet e lumit të Vjosës nga Fërmeti janë gjithmonë ato që tregojnë se ç'do të ndodhë. Janë ajo njësia matse dhe nga Fërmeti në komunikimin ton është kjo, që shirat vazhdojnë dhe prurjet janë në rritje. Në fakt, Frosina, ti e parashikove dhe dje dhe e citove që është fryrë Vjosa në Përmet dhe si rrjedhoj do të kishin probleme në Vlorë, kështu që... Që të mos harrojmë pastaj ato probleme që Vjosa shkaktoi pikërisht në... Jo Vjosa, të flasim për në Delvin, zonën e Delvinës, dalja nga shtrati e Kalasës, e Bistricës, dhe këtë lumit Bistrica, që shkaktuan shumë anomali, shumë probleme,
por të themi që nuk do t'i kemi këtu në zonën e Voselës. Faleminderit Frosin për të gjitha informacionet që përcollën në studio. Unë të mbar. Teksa ishte parashikuar në fakt që mund të kishte situatë problematike në Vlorë, disi e theu parashikimin e Elbasanit se nuk ishte menduar që mund të rëndohej deri në këtë pikë dhe ditën e ndjeshme përveç bllokimit të rrugës Elbasan-Librazh dhe kuptueshme ndoshta edhe për shkak të punimeve, energjia elektrike ka qenë një tjetër pikë e dobët pasi janë kuputur tela, ka patur shtylla të rrëzuara, megjithatë të gjitha detajet në këto momente do ta jap gazetari Arben Boriçi, i cili bashkohet në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, si është situata aktualisht? Përshëndetje ju në studio. Si është situata Arben për momentin? Pra, ka shira dhe energjia elektrike si paraqitet, sepse ka qenë një nga pikat, le të themi, më kritike ditën e djeshme në orët e vona të mbrëmjes. Po, edhe Elbasani është përfshirë në intensitetin shirave mesatar, por nuk ka lënë pa prekur dëmtime, sidomos në rrethin e Gramshit, në lumin që prek fshatin Kërpici, cila desh dal nga shtrati dhe rrezikon disa familje, por fal ndryrës shpejt bashkisë Gramshit u bë mundet çdo gjë të normalizohet. Problem vetët sidomos rënia e gurë dhe inerteve në disa rrugë të qytetit nacionale, siç është Elbasan në Librazh, Librazh Qaftan, Gramsh Moglic, Elbasan Gjiner, por falë ndërhyrjeve të grupit emergjencave, cili është shpërndar, është për të thënë theksuar që Bashkia Librazhit, Gramshit, Elbasanit ka një koordinim pune me shtabin emergjencës të prefekturës Elbasanit, duke normalizuar çdo situatë dhe sot nuk themi që rrugët janë të hapura. Por problem mbetet gjithmonë energjia elektrike, e cila në disa fshatra malor, sidomos zonën e bashkisë Librazhit, si në Orenj, Lunik, Polis, në Otolisht dhe në bashkinë e Prensit, në Strave dhe në Qugës, por ka dhe probleme në disa fshatra të bashkisë së Gramshit, sidomos OQE-ja është ndarë në disa grupe pune dhe them që ditës sotme çdo gjë do të normalizohet. E qartë. Mirë, ne shpresojmë që realisht ketë një normalizim sa më shpejt të situatës edhe me masat që janë marrë tashmë. Faleminderit shumë Arben. Mirë, për ta përmbyllur do të jemi në këto momente me Dritan Kurtin, do të shohim pak situatën edhe në Burrel, nëse ka patur një përkeqësim të motit apo aktualisht është e mbajtur në kontroll. Dritan, mirëmëngjes. Aktualisht që flasim, cilat janë, le të themi, problemet kryesore aty? Mirëmëngjes. Atëherë për momentin rreshtet janë ndërprerë, ndërkohë që gjatë gjithë natës ka patur sërish rreshje intensive të shiut, shoqëruar me erë, ndërkohë që pasojat vijojnë të jenë ato që ishin një ditë më parë, por në risk të lartë edhe për të shtuar. Bëhet fjalë për 8 familje që rrezikojnë në njësinë administrative Rukaj në fshatin Brush, të cilat janë të rrethuara nga uji për shkak të fryrjes së lumenjve atje, ndërkohë që shtabi i emergjencave civile dhe grupet e punës të bashkisë së Matit kanë shkuar në terren dhe kanë parë mundësinë e rritjes së argjinaturës mbrojtëse të zallit të Urakës, i cili për hir të vërtetës prej 10 vitesh ka qenë një rrezik për familjet të cilat janë në pjesën më të ulët të fshatit, në afërsi të liçenit të Ulzës. Por probleme të tjera kemi patur me rrugët rurale, të cilat një pjesë e konsiderueshme e tyre janë shkatruar nga vërshimet e ujrave, janë qarë dhe janë bërë gati të pakalueshme pothuajse në të gjitha njësitë administrative. Sa i përket përmbytjeve të familjeve, jemi vetëm ato raste. Mirë, patëm një shkëputje me komunikimin me Dritan Kurtin në Burrel, i cili ishte duke raportuar pikërisht për situatën në zonat aty. Ka patur problematika kryesisht me energjinë elektrike, por edhe disa fshatra cilat shpesh herë në fakt edhe vitet e kaluara kanë pasur, le të themi, për shkak të rreshjeve problematika. Është duke mbajtur në kontroll, megjithatë ishte duke theksuar Dritani. Lajmi mirë është në fakt që rreshtet kanë pushuar në një pjesë të mirë të madhe të territorit të vendit. Shpresojmë shumë që situata të përmirësohet dhe të paktën ato fshatra cilat janë të bllokuara të rikthehet jeta dhe të rikthehen rrugët e pastërta. Besoj që kjo ishte e gjitha për sot, ora shënon 9:01 dhe kemi ardhur në fund të emisionit. Faleminderit që qëndruat me ne, ritakohemi sërish nesër.